Ndalesa e radhës e drejtuesve të Bashkisë SMAT në kuadër të hartimit të projekt buxhetit të vitit 2026 ishte njësia administrative Ulës. Kryetari në detyrë i Bashkisë SMAT Myslim Zaneli, shoqëruar edhe nga kryetari i zgjedhur Altin Bojni, deputeti Agron Malaj dhe stafi i bashkisë, prezantoi prioritetet që ka në këtë njësi administrative bashkia për vitin e ardhshëm. Zaneli shtoi se do të investohet në rrugët e fshatrave që janë problematike siç është Stojani, por edhe investimet të tjera në Bushkash. Po ashtu një tjetër prioritet i bashkisë do të jetë edhe vijimësia e investimeve në kuadër të zhvillimit të turizmit në këtë zonë. Do të vazhdojmë të tregojmë vëmendje të shtuar për rrugën veçantisë Stojani që duam me çdo çmim ta asfaltojmë. Është fokusi në ngjarje në rrugë. Veprat e artit që kanë pas probleme të riparojmë me ndërhym, të stabilizojmë ujitjen në Bushkash me ujin të cilin e kanë pas në vite dhe duhet një rregull dhe disiplinë më i mirë i tij. Besoj që sistemi ndryshimit në Bushkash tani më është stabilizuar. Do të përpiqemi që edhe ai uzës të jetë në vëmendje të vazhdueshme, në mënyrë që të rezistojë kohës. Të gjitha këto janë problemet që do të kenë vëmendje të shtuar në të ardhmen. Problem, sigurisht ndryshime nga njësitë të tjera, uza ka dhe statusin e liçenit të uzës. Edhe aty, ne çdo vit do vazhdojmë ta popullojmë me rasat. Banorët e Ulës të pranishëm në këtë dëgjesë publike ngritën shqetësimet e tyre dhe kërkuan që ato të kihen parasysh për zgjidhjen në buxhetin e vitit të ardhshëm.